nga kryesia e kuvendit dhe përjashtë ambienteve janë protestuesit e Partisë Mundësia. Janë mbyllur brenda. Nuk duan që i bën provat, që i implikojnë Edi Rama, jo vetëm Belinda Balluku. Nuk duan që provat të dalin, prandaj janë mbyllur brenda. Nuk duan as media, as partitë opozitare, asnjëherë nuk është mbledhur këshilli me dyert të mbyllura. Këtë radhë po e bëjnë me dyert të mbyllura se do mbrojnë Edi Ramën, që është hajduti kryesor, ai që po bën shqiptarët. Dorëzoni Belinda Balluku! Dorëzoni Belinda Balluku! Të qëndrojnë të kërkojmë që të korruptuarit të dalin para drejtësisë, po ju vjen fundi. Ky është një vendim që është marrë. Edi Rama nuk ka nga t'ja mbaj. Të korruptuarit nuk kanë nga t'ja mbaj.